Kryetari i Komunës së Gostivarit Nevzat Bejta priti në takim zyrtar ambasadorin e Republikës Popullore të Kinës në Maqedoni Wen Zhenshun. Ideja për binjakëzimin e Komunës së Gostivarit me një komunë të Kinës, thellimi i bashkëpunimit ekonomik kulturor dhe në sfera tjera me interes të dy komuniteteve ishin ndër temat e biseduara gjatë takimit të realizuar në kabinetin e kryetarit të komunës. Bejta njoftoi ambasadorin se sapo kishte marrë lajmin që janë siguruar mjete edhe për ndërtimin e autostradës Gostivar-Kërçov, e cila do të na sjellë më afër me Shqipërinë. Kryetari i Komunës së Gostivarit Nevzat Bejta priti në takim zyrtar ambasadorin e Republikës Popullore të Kinës në Maqedoni Wen Zhenshun. Ideja për binjakëzimin e Komunës së Gostivarit me një komunë në Kinë, thellimi i bashkëpunimit ekonomik, kulturor dhe sferave të tjera në interes të dy komuniteteve, ishin ndër temat e biseduara gjatë takimit të realizuar në kabinetin e kryetarit të komunës. Sot ishte për mua një kënaqësi që ambasadori pasi ishte me shoqëruesit e vet nga ambasada dhe drejtorin e kompanisë cili e ndërton rrugën, autostradën Kërçov-Strug, që ta njoftoj me një lajm të mirë se qeveria e Republikës së Maqedonisë i ka siguruar mjetet financiare dhe këtë më ka konfirmuar Ministri i Financës, zoti Stavrevski, se mjetet për ndërtimin e autostradës Gostivar-Kërçov janë siguruar nga Banka e Zhvillimit Ekonomik dhe Ndërtimit të Bashkisë Evropiane mbi 400 milion euro dhe në vitin 2017 do të fillohet të ndërtohet autostrada Gostivar-Kërçov, që është një lajm i gëzueshëm për mua, administratën dhe gjithë qytetarët e Gostivarit. Edhe besoj se kompania e cila e ka marrun punën e ndërtimit të autostradës Kërçov-Strug, besoj që ajo kompani do ta marrë edhe ndërtimin e autostradës Gostivar-Kërçov, e cila do të na afroje shumë me Republikën e Shqipërisë. Po ashtu me ambasadorin gjetëm gjuhë të përbashkët që Komuna e Gostivarit të aplikojë me projekte konkrete për të realizuar ndonjë donacion me fonde nga Republika Popullore e Kinës dhe që do të shkojnë në interes të qytetarëve të Gostivarit, të cilët ruajnë një simpati të veçantë për shtetin, kulturën dhe popullin kinez, tha Bejta. Nga ana tjetër, ambasadori i Republikës Popullore të Kinës në Maqedoni Wen Zhenshun ftoi kryetarin Nevzat Bejta në një konferencë me personalitete politike të gjitha vendeve europiane që është planifikuar të mbahet në Kinë vitin e ardhshëm. 今天我非常高兴，作为中国大使啊，这个来访问这个第一次访问哥斯蒂瓦，感谢这个市长的这个邀请，我感到非常荣幸和这个高兴能够受到市长的热情欢迎。 Kam kënaqësinë që për herë të parë në cilësinë e ambasadorit kinez në Maqedoni të vizitoj komunën e Gostivarit dhe jam shumë i kënaqur me mikpritjen nga ana e kryetarit të komunës Nevzat Bejta. Biseduam me kryetarin për bashkëpunimin ndërmjet Kinës dhe komunës së Gostivarit, ndërsa gjatë udhëtimit tim të shkurtër nëpër Gostivar, konstatova se Gostivari tashmë po shndrohet në një qytet shumë të bukur, tha ambasadori kinez, duke potencuar me këtë rast interesimin e kompanisë kineze për ndërtim edhe të segmentit Gostivar-Kërçov si pjesë e korridorit të 8. Në fund të takimit, kryetari i Komunës së Gostivarit Nevzat Bejta, si dhe ambasadori i Republikës Popullore të Kinës në Maqedoni Wen Zhenshun, këmbyen dhurata simbolike dhe kuptim plote nga kultura e popujve që përfaqësojnë.